Për sindikatën është jo ligjor, ndërsa për Ministrinë e Ekonomisë dhe Punës është ligjor harmonizimi i djeshëm i pagës minimale dhe rritja prej 1.812 denarëve, me çka paga minimale nga marsi i këtij viti do të jetë 24.379 denar. Zëvendës Ministri i Ekonomisë dhe Punës Marian Risteski pohon se vendimi mund të sillet edhe pa pasur seans në Këshillin Socio-Ekonomik ku marrin pjesë përfaqësues të qeverisë, punëdhënësve dhe sindikatave. Këshilli deri më tani në seancë ka dhënë miratimin për harmonizim. Да, апсолутно е законска и сметам дека понатаму е оставен простор во тој диалог социјален, каде што е трипартитен, владата, работодавачите и синдикатите, доколку се договорат овие репрезентативни синдикати, ние тоа да го испочитуваме како влада. Sindikata me qëndrim tjetër janë plotësisht të pakënaqur nga hapi I tillë. Прв пат од кога е воведена минимална плата од 2012 година, за минимална плата се одлучи безработниците. Значи имавме ние парола пред неколку години на 1 мај дека не сме да се одлучува безработниците, а за жал владата вчера на седница се донесе износ на минимална плата. Përndryshe, Këshilli Socio-Ekonomik është jashtë funksioni për shkak se komisioni I ri I cili përcakton përfaqësimin e sindikatave ende nuk ka mbajtur seancë, andaj tani për tani në këtë këshill qëndrojnë vetëm përfaqësuesit e qeverisë dhe të punëdhënësve, por jo edhe të sindikatave. Risteski thotë se kompanitë kanë mjaftueshëm kohë që të llogarisin pagën e harmonizuar për muajin mars, që deri te drejtoria e ardhurave publike duhet të parashtrohet deri më 15 prill dhe nuk do të ketë vonime për këtë shkak.